Sezoni 2023-2024 ishte një sezon shumë i suksesshëm për futbollin amator, ku patjetër Sunday Liga me numrin e konsiderueshëm të ekipeve, futbolli 5x5, futsalli, po ashtu dhe patjetër dhe aktivitetet ndërkombëtare që ne kemi marrë pjesë. Këtë vit, sezonin 2024-2025, presim një rritje të numrit të ekipeve, presim që numri i ekipeve të Sunday Ligës patjetër që të ketë një goxha rritje të ndjeshme. Numri futbollit 5x5 të shtohet dhe në qytetet të tjera, si qytetet e Shkodrës, Lezhës, Fierit, të cilat vitin e kaluar nuk kanë patur aktivitet për arsye të problematikave me fushat dhe probleme tjera të cilat nuk kanë pasur mundësi të zhvillohen. Këtë vit mendojmë që do të kemi një rritje të numrit të ekipeve dhe patjetër dhe zhvillim në këto qytete. Gjithashtu dhe kampionati futsallit do të vazhdojë me rritje të numrit të ekipeve pjesëmarrëse. Presim aktivitetet ndërkombëtare, që një sukses shumë i madh për të përmendur ishte pjesëmarrja në Regions Cup në turin paraeliminator, ku arritëm të marrim 2 fitore me ekipet si Estonia dhe Armenia. Në datën 13 gusht do të marrim pjesë në Bosnjë në turin intermediate, i cili për herë të parë Shqipëria merr pjesë në një aktivitet dhe për herë të parë arrim të kualifikohemi në këtë aktivitet, që është një arritje shumë e madhe për ne dhe objektivi kryesor do të jetë të shkojmë në main round, i cili do të jetë, po themi ajo, qershia mbitorët e kualifikimit ton në rast se do të arrihet. Për aktivitetet e 5x5-s, po ashtu kemi dhe ekipin kombëtar që ka marrë pjesë në turneun në Moldavi, ku arritëm të kualifikohemi për në kampionatin botror, i cili do të zhvillohet në dhjetor në Oman. Risia e këtij viti do të jetë futbolli plazhi, i cili do të fillojë, po themi, regjistrimet në muajin shtator-tetor dhe do të kemi një kompeticion të rregullt, i cili do të konkludojë dhe me ekipin kombëtar, i cili do të marrë pjesë në eliminatorët e kampionatit evropian në maj. Interesi është shumë i lartë. Si vjet pretendojmë që të kemi një masivizim shumë të madh të futbollit 9x9 dhe 5x5-s. Gjithkohës jemi me regjistrime, domethënë gjithkohës jemi me diskutime me ekipet e reja të cilat duan të marrin pjesë. Mbetet për të theksuar që këtë vit do të kemi një risi. Federata Shqiptare e Futbollit është e hapur për të gjithë ato bizneset të cilat duan të sponsorizojnë, të marrin emrin e Sunday Ligës, apo të sponsorizojnë në kupa ose aktivitete të ndryshme si futbolli 5x5, futsalli, kështu që i ftojmë të gjithë bizneset të marrin pjesë, pse jo të sponsorizojnë në këto aktivitete kaq të bukura që organizon futbolli amator.